Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Pas përfundimit të numërimit të votave të diasporës për partitë politike, Partia Socialiste siguron 83 mandate deputetësh. Ajo arriti të ruajë mandatin e 12 në qarkun e Fierit, ndërsa Partia Demokratike mban 50 mandate por garantoi mandatin e 4 në Lezhë. Zgjedhjet në Shqipëri janë përballur me sulme kibernetike. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi deklaroi se platformat e KQZ-s janë gjendur në sulme. Në konferencë për mediat, Celibashi tha se sulmet kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe vinin nga jashtë. Kemi 192 milion kërkesa, po themi që ata që në tajtisë kuptojnë të regjistruar në 7 ditë. Kemi patur pikon për 5.700 kërkesa për sekond dhe nga të dhënat që kemi rezultojnë që një pjesë e madhe të këtyre sulmeve nuk kanë qenë sulme diletantësh, por kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore të gjitha në jashtë. Dhe kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur edhe vende të tjera për situata të ngjashme si Franca, Gjermania, po informoi për mediat Ilirian Celibashi. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, kryeministri i Shqipërisë falenderoi strukturat e partisë për bashkëpunimin. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama e cilson këtë betejë politike si një përvojë të parueshme dhe falenderon të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste për angazhimin e tyre dhe ata kandidatë që shkuan në zgjedhje përmes listës së hapur. Dua t'i përgëzoj shumë përzemërsisht të gjithë ata dhe ato që në fushën e hapur të betejës u përpoqen me të gjithë forcat e tyre dhe u bën fuqi e shtuar e Partisë Socialiste në çdo territor, thuhet mëtej në mesazh. Për ata që nuk mundën të bëjnë pjesë e legjislaturës së re, Rama tha se kontributi do të jetë i nevojshëm në sfidën për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryesocialisti Edi Rama i ka bërë dinjërtire kandidatëve të Partisë Socialiste në të 12 qarqet e vendit të mbeten një skuadër deri në fund. Në këtë mënyrë ai doli kundër nismave të disa prej tyre që humbën në zgjedhje përmes listave të hapura për të kontrolluar kamerat që mbikëqyrin kutitë e votimit. Menjëherë pas apelit të kryesocialistit reagoi dhe Tauland Balla, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për diasporën, këshilloi kolegët që i kërkuan KQZ-s pamjet filmike të numërimit të votave. Kodi zgjedhor i ka të përcaktuara procedurat që ndiqen në këto raste, por mos harroni asnjëherë që fal përpjekjeve të Partisë Socialiste kur ke qenë në opozitë për të bërë transparencë në procesin zgjedhor, mos harroni që në një fazë të dytë pas këtij momenti është vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili përzgjedh një pjesë të kutive të votimit në gjithë territorin, rreth 1/10 e kutive të votimit të gjithë territorit që do bëj transparencë. Kështu që ti lëm Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtë transparencë. Ndërkohë që mos harroni që kodi zgjedhor përcakton shumë qartë që palët që mund bëjnë aktimime janë vetëm partitë politike. Balla falenderoi të gjithë emigrantët shqiptar që i besuan votën Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Tauland Balla reagoi me një mesazh falënderimi pas përfundimit të numërimit të votave të ardhura nga jashtë vendit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Përmes rrjeteve sociale, Balla e cilësoi votën e diasporës një akt historik, duke vënë në dukje mbështetjen masive që dhanë shqiptarët jashtë vendit ndaj Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama. Mirënjohje diaspora kuqezi, mbi 120.000 shqiptare pothuajse 2 në 3 votues nga jashtë, mbështetën Edi Ramën dhe Partisë Socialiste për ta vendosur flamurin kuqezi në oborin e Bashkimit Evropian. Kjo është një votë historike, shkruan Tauland Balla. Deklarata erdhi pas përfundimit të numërimit të mbi 197.000 zarfeve të ardhura me postë nga votuesit shqiptar jashtë vendit, me një pjesëmarrje rekord për rreth 80% të regjistrimeve. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste mori mbi 122.000 vota nga diaspora, duke siguruar mbi 61% të mbështetjes, shumë përpara Partisë Demokratike të subjekteve të tjera. Fitoria e Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare është përshëndetur dhe nga kryetari i BDI-s në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Përmes rrjeteve sociale, Ali Ahmeti shkruan se u gëzua shumë që Edi Ramës ju dha mundësia ta dërgojë Shqipërinë në Europë. Thirrja e kreut të BDI-s për Ramën është të vijojnë me punën e pajtimit dhe integrimit pasi nuk jetohet në hasmëri shekullore. Kemi ende shumë punë për të bërë pasi koha po dëshmon se të arriturat duhen mbrojtur sepse po cënohen vrazhd me tendenca shqetësuese, apelon kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Opozita shqiptare është e bindur për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Kryedemokrati Sali Berisha në një konferencë përshtyp kërkoi nga KQZ të mos shpall rezultatin e 11 majit. Që në momentin kur ti garon me parti shtet, ato s'janë zgjedhje, po janë fars. Merr fund procesi zgjedhor, sepse garë nuk ka. Gara është fiktive, për arsye se ti ke në fush një shtet që ka mbrapa buxhete miliardash, që ka një logjistik të pafundme,
që ka të gjitha mjetet e dhunës. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat për Alti Dumanin, Sali Berisha akuzon kreun e SPAK se ka heshtur përpara 10 rapadive, siç pretendon ai, veprimtarisë më të egër kriminale elektorale të bandave. E morët vesh ju se si veproj administrata gjatë këtij procesi, se si mbylli gojën, se si shërbeu, si shpif e partisë skapi i Dumanit, se si heshti para dhjetra padive, para veprimtarisë më të egër kriminale elektorale të bandave, Deklaroi Sali Berisha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon akuzën ndaj SPAK pasi u paraqit në organin e akuzës për ekzekutimin e masës detyrim paraqitje. Për kreun e opozitës shqiptare, Altin Dumani qëndron në krye të amnistisë së krimit elektoral. Qëndrimi mbrojtës ndaj krimit elektoral i Altin Dumanit përbën një krim të rënd antikushtetues në shërbim të narkoshtetit dhe kreut të tij Edi Rama. Kjo është deklarata që unë i lash kreut të skapit. Krah asaj nuk munguan dhe akuzat ndaj gjyqtares së hetimit para prak për dosjen e tij Irena Gjoka. Ky dokument vërteton se ajo është buar nga shteti grek 1, vërteton se ajo është dënuar nga shteti grek 2, se ajo ka mashtruar shtetin shqiptar qoftë për dënimin, qoftë për dëbimin. Për këtë pretendimi ish-kryeministri kritikonte departamentin amerikan. Sipas kryedemokratit, dokumenti i dënimit ishte fshehur dhe nga administrata Biden pasi hidhte në reformën në drejtësi. Kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shej dhe kreu i djathtas 1912 Nkile Dalebej deklaronin se janë gati të marrin përgjegjësi, që nuk arritën të marrin dot asnjë mandat deputeti në zgjedhjet e 11 majit. Në një konferencë për media, Dashamir Shej tha se rezultati ishte poshtë pritshmërive të tyre. Sipas tij, Partia Shtet vijon të jetë në qeveri ndërsa shtoi se e vetmja gjë pozitive në këtë zgjedhje ishte fakti që disa parti të tjera morën mandat. Mund të ketë marrë dhe vota që i kemi pretenduar ne, por ti marrë, i kanë marrë ato, bravo i qoftë, edhe ju urojmë punë të bardhë dhe shpresojmë që do jenë Zot prodhojnë një sinergji më të madhe politike që ta hapin këtë hapësirë. Pjesa tjetër, e shikoni vetë, është vazhdim dhe konsolidim i pushtetit i Partisë Shtetës, me mjete të reja, sigurisht më moderne, më ashtu, me financa më të mëdhaja, por ky është rezultati, ta thash, ne marrim përgjegjësitë tona në këtë mes. Për Ali Bejn, përgjegjësia duhet kërkohet tek vetvetja pasi nuk krijuan besim tek njerëzit. Fakti është fakt. Rezultati që doli nga kutit, mirë apo keq, ai që doli nga kutit ishte poshtë pritshmërive tona. Do duhet ta vëmë gjishtin në plak. Ne duhet ta gjejmë, unë dua ta gjej përgjegjësinë së pari tek vetja. Ku them tek vetja, tek hapësia jon për të përcjell tezat, programin, qëndrimet tona. Aktualitet. Pas garantimit të mandatit të 4 të qeverisës, mazhoranca socialiste propozon ndryshimin në sistemin e drejtësisë. Në një takim ku ishin të pranishëm përfaqësues të prokurorisë së përgjithshme, të prokurorisë speciale, ministri i drejtësisë theksoi nevojën për ndryshime. Qeveria shqiptare kërkon të kushtohet kujdes respektimit të drejtave të njeriut, të prezumimit të pavajësisë, vonesave në hetime apo forcimi i mekanizmave të kontrollit të brendshëm. Ministri i drejtësisë Sulcimanji mendon se rekomandimet janë korrekte, të matshme dhe të zbatueshme. Ai tha se do të ndjek nga afër zbatimin e tyre, teksa premtoi dhe bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë në çdo hap të këtij procesi. Rekomandimet janë konkrete, të matshme dhe të zbatueshme. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me organin e prokurorisë do të ndjek nga afër zbatimin e tyre dhe është e gatshme të bashkëpunojë ngushtësisht me prokurorinë në çdo hap të këtij procesi. Një nga rekomandimet e qeverisë ishte dhe krijimi i disa strukturave të reja të specializuara për çështje komplekse. Nevojitet krijimi i strukturave të specializuara për çështje komplekse, investim në teknologji dhe burime njerëzore, si dhe zhvillimi i trajnimeve të vazhdueshme në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës dhe partnerët ndërkombëtar. Kreu i prokurorisë së posaçme shfaqi rezervat e tij në rekomandimet e qeverisë. Altin Dumani vlerëson se rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analiza krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. Sipas tij, kjo mungesë bën rekomandimet të duken subjektive dhe vështirë të matshme, sidomos për SPAK, që funksionon mbi bazën e efikasitetit të rezultateve dhe besueshmërisë publike. Rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analizë krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. Kjo mungesë e bazës empirike dhe metodologjisë së qartë i bën rekomandimet të duken subjektive dhe vështirë të matshme. Gjithashtu, rekomandimet në një pjesë të tyre përdorin terma të përgjithshme si hetime proaktive, përdorimi efektiv i dënave, terminologjia e paqartë është një pengesë për implementim.
Për ngritjen e strukturave të posaçme, Domani kujtoi ministrit se SPAK është subjekt i mbikëqyrjes nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Sipas tij, krijimi i strukturave të reja, vlerësimi dhe integriteti pa analiza të mekanizmave ekzistuese rrezikon të sjellë një mbingarkesë burokratike. Krijimi i strukturave të reja, vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmave ekzistuese rrezikon të sjellë mbingarkesë burokratike. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, shpreh shqetësimin për mungesën e burimeve njerëzore. Gjatë takimit me kreun e SPAK dhe me ministrin e Drejtësisë, është konfirmuar se ka një mungesë 35% në organik, çka e bën të vështirë plotësimin e rekomandimeve. Në Prokurorinë dhe Gjykatën e Tiranës, sidomos është urgjente përmirësimi i infrastrukturës, pasi cilësia në ndjekjen e hetimeve lidhet me sigurimin e kushteve të punës, deklaroi Olcian Çela. Cilësia në ndjekjen e hetimeve, ku janë patjetër përfshira edhe ndjekja e rekomandimeve të Këshillit Ministrave, lidhet me sigurimin e kushteve të punës për prokurorët dhe gjyqtarët. Ekonomi. Duke filluar nga tetori 2025 do të fillojnë pagesat ndërkufitare në kuadër të skemas SEPA për individë e biznese ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Zëvendës guvernatorja e parë e Bankës së Shqipërisë, Ulrika Mingjozi, në intervistë televizive tha se brenda pak muajve nisin pagesat direkte me Europën. Ajo informoi se Shqipëria si pjesë e rajonit është bërë pjesë e sistemit përmes një kloni teknologjik të ofruar nga Banka e Italisë. Banka e Italisë ka nxjerrë një klon të këtij tipsit, një klon teknologjik, i cili është vënë në dispozicion të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u lidhur në këtë sistem. Dhe kur ne të jemi të gjithë të ndërlidhur, dhe kur Banka Qendrore Europiane të shohë që ne jemi plotësisht në përputhje me ligjet dhe teknikalitetet e tyre, atëherë ne do të dalim nga ky klon i tipsit dhe do të hymë në tipsin normal. Sipas guvernatores së parë Mingjozi, pjesëmarrja në skemat e SEPA-s do të sjellë përfitime të ndjeshme për konsumatorit dhe biznesin shqiptar, përmes uljes së kostos së transfertave dhe zgjerimit të aktivitetit ekonomik. Por që në momentin e parë që ne do të fillojmë këtë proces, efektet e të qenit pjesë e Bashkësisë Europiane të pagesave do të duken në uljen e tarifave, në shpejtësinë e kryerjes së pagesave, në lehtësimin e pagesave, të cilat do të shpërkthehen në para. Nga ana tjetër, ajo vuri në dukje se futja në sistemin SEP dikonte në rritjen e besimit drejt sistemit bankar shqiptar. Zhvillimi i parqeve eko-industriale është në thelb të nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në Shqipëri Blendi Gonxhe dhe Javier Suarez, menaxher Këshillimi për Shtetet dhe Ekonomitë e Evropës (NIFC). Ministri Gonxhe tha se projekti pritet të zgjasë deri në vitin 2027 dhe parashikon një buxhet prej 600.000 eurosh. Kjo përfshin dhe përmirësimin e parqeve industriale ekzistuese dhe zhvillimin e parqeve të reja për të promovuar praktikat e qëndrueshme, u shpreh Gonxha. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë tha se këto grupe parqesh industriale mbështesin investime, zhvillimin e ekonomisë dhe të biznesit. Në bazë të ritmit dhe thellësisë së reformave, Shqipëria mund të përfitojë nga pothuajse 1 miliard euro për të ecur përpara, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.